Edi Rama kokën e ka në Moskë. Dhe edhe mbështetjen e ka nga Moska, nga Putini. Edi Rama tallet me popullin shqiptar, tallet me fatëzinj shqiptar të cilët i përduri një dori jashtë shtetit që gjithë pa përjashtim boshatisi vendin dhe ka kthyer Shqipërinë në një koloni izraelite në shërbim të anti-shqiptarëve kudo ku ndodhen në botë, përfshi këtu grekët dhe serbët, dhe kuptohet që i duket vetja trim që i kundërvjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përfiton nga rasti tani, në këto momente që flasim bashkë edhe me juve, që Amerika është dhënë me një luftë që i hyri detit me këmbë ai presidenti amerikan me atë luftë që filloi në lindjen e mesme, dhe nuk ka kohë që të jap atë që meriton ky sharlatan që po qeveris Shqipërinë. Megjithatë, shumë shpejt edhe këtij do t'i vijë fundi. I duket vetja trim, mendon që është çifligar dhe pronar i gjithë Shqipërisë, duke shitur troje, duke shitur minera, duke shitur naftë shqiptare, duke i çuar lekët të xhep të tij, duke e bashkëruar popullin në ekstrem. Dhe shqiptarët akoma flën për këtë, kjo më vjen keq, kësaj s'ka bëj, për këtë s'kam ilaç. Si ti ndrosh shqiptarët nga gjumi, për të tjerat nuk e kam problem. E di që ai do vej atje ku ka vendi.